Territori i Kosovës për datën 7 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të ftohta, me kushte përreshje të her pas hershme shiu në shumë zona. Paraditja do të karakterizohet nga moti vranet me reshje lokale të dobëta në disa rajone, ndërsa në orët e pasdites do të ketë pranim më të dendur të vranësirave dhe reshjeve në pjesën jugore dhe juglindore të Kosovës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 11 gradë Celsius në qytetet më të buta si Gjilan dhe Kaçanik. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 1 deri në 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 7 nëntor do të jetë në orën 6:10, ndërsa perëndimi në orën 16:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 10 gradë Celsius. Pej 7 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 6 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 4 deri në 6 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 7 gradë Celsius.